Po presin të ju lexohet aktakuza. Në këtë dokument pretendohet se Faruk Mujka, kryeshef ekzekutiv në Iber Lepens dhe ish nënkryetari i Mitrovicës, bashkë me Ysen Muzliukajn, drejtor të gjeodezisë, kadastrës e pronës, keq përdoren detyren. Në dosjen e organit të akuzës, thuhet se të pandejurit duke vepruar në emër të komunës, kishin propozuar këmbimin e pronës së ish bankosit me një pronë private. Faruk Mujka, duke vepruar në emër të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, i kanë paraqitur kuvendit të komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, kimse si pronë të komunës së Mitrovicës së Jugut, për këmbim me parcelën kadastrale, edhe pse të pandehurit e kanë ditur se prona e tillë nuk ishte pronë komunale. Por që të dy mohuan fajsin. Nuk e pranoni fajsin për asnjërin nga veprat. Absolutisht i pafajshëm. Madje Mujka akuzohet edhe për mos raportim të drejtë të pasurisë në cilësinë e kryeshefit, duke mos deklaruar mbi 60.000 euro. Fjala fundit në sallë i takoi gjyqtarës Violeta Nimani Hajra, e cila mbylli seancën. Me qenë se të akuzuarit nuk e pranuan fajsi për vepra penale për të cilat të akuzohen, gjykata merr vendim. Seanca e shërtimit fillestar përfundon. Të pandejurit akuzohen me veprën penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, derisa veç Mujka akuzohet edhe me mos raportim ose raportim të rrem të pasurisë.